nga Tirana. Pa e gjetur asnjëherë në zyrë. Si mos morin telefon, nuk më gjej. Siç duket ke qëndruar në Durrës vazhdimisht. Jo, dash. Pse si ftove ti? A do të marr spion? Po i dash ku je? Pse do të të marrë telefonin ty që ti thjesht të bësh punën? Po bëj më paguaj orë nart. Nëse më vi për ditë të ngajuna në të premte të shoh këtu. Pika je. Ti do ma paguash vetëm nëse vi të premte në orën 3. Ku? Këtu. Po këtu jam unë. Ja të rrejt, premte ndaj ik. Nuk sin fallo. A nuk shti fallë si vim ne që të vish të zyra. Ajo shkreta ka ngel bosh gjithkohës. Ku s'ka ngel? Zyra. Jo, më shosrëbar. Po më shoku fiqëri, po. Megjithatë ti lëm më një anë diskutimet për mungesat në vendin e punës dhe t'i kthehemi problemeve me shkeljen e ligjit nga ky zotëri. Po nëse nesër çon dikush këtu dhe thot unë po shtoj pak i dhom. Që sa më ligjit të bëj. Ti s'ka gjë që shkel ligjin se të falet gjoba se të kap amnistia. Po të shkojmë tani ne bashkat, ndërtesa është aty. Unë nuk jam kundër që ti të bësh një dhomë dhe të flesh. Po unë jam për zbatimin e ligjit. Unë të shkova, po. Me letra. Flen ta. Jeni se lisht, vërtet ligj për më malit. Jeni mi mal edhe nuk vjen më toja. Paktën je koshent që e ke shkel ligjin. Patjetër ata për ne kanë pranuar gjykatë për ne kudo, ku kam shkel, nuk shkel. Me që e tha vet, funksionar publik më sinqert është e sigurt që nuk ju kanë zënë syt. Dërsa u ndam nga zoti Muça dhe me pohimet e tij për shkelje të ligjit, udhëtuam drejt Peshkopis për të takuar kryebashkiakun Rahim Spahiu, shefin e fiqëriut dhe personin që mund t'i jap zgjidhje, jo vetëm konfliktit mes kushërinjve, por mbi të gjitha të bëjë të mundur zbatimin e ligjit që gjithkush të marrë çfarë meriton, edhe nëse është vartës direkt i tij. E don kuqin nga Pirania. Si jeni me ndërtimin e paleje dhe prerjen e pemëve në Selisht? Të lutem, bini informacion në shkime dhe... E dini që krejtësisë administrative jo vetëm që ka ndërtuar paleje, ka prerë edhe pyet. Të lutem. Është drejtoria e bujqësisë, pyjeve dhe administrimit të territorit e bashkisë tuaj. Informacion me shkrime dhe... Të Se nuk lutem. është zbatuar vendimi për Të gjobë. lutem informacion me shkrime dhe të asjellim. E keni favorizuar krejtësisë. Informacion me shkrim, të lutem. Të lutem informacion me shkrim. S'kam me shkrim, të lutem Dhe informacion. përpos kësaj, ai akuzohet edhe për nxitje të konfliktit. Të lutem informacion me shkrim. Është favorizuar krejtësisë administrative. Të lutem informacion me shkrim, porti. Mos e prek kamër. Të lutem informacion me shkrim. Të lutem informacion me shkrim. Kryetar. Po informacion me shkrim. Kryetar. Kryetari u fut në derë më të afër që i doli para, ndërsa efektivi i policisë bashkiake duket i vendosur për të na nxjerrë nga aty, me çdo kusht. Kryetar, është marrë një vendim nga institucionet tuaja, nga IMT-ja e bashkisë, për dënimin me gjobë të krejut njësisë administrative të Selishtës. Pse nuk është zbatuar? Ke drejtorinë e bujqësisë, pyjeve dhe administrimit të ujrave, që e ka dënuar me gjobë për prerje të pyjeve. Duam vetëm një përgjigje nga ju. Çfarë masash keni marrë ju si krye administratori i Dibrës? Ligji duhet të jetë i barabartë për të gjithë. A jeni ndjeni të këtyre dy vendimeve që nuk janë zbatuar? Ma le kërkesën këtu, edhe hajde të zyra ime. Të lutem, ma le kërkesën aty dhe hajde për 10 minuta merret të zyra të shi. Ka pas falje gjobave? Shi, a doni me bë, shohu ju atje. Të lutem. Keni qenë ndjeni ka Të lutem. Ma le kërkesën aty dhe hajde merret të shi. Patjetër. Po, ke qenë ndjeni të kësaj. Të lutem, ma le kërkesën, hajde merret të zyra ime kërkesën tamam. Sipas asaj që na tha kryetari, ne i drejtuam një kërkesë me shkrim, por asgjë nuk ndolli. Ndërkohë pak ditë pas kësaj pritjeje as pak miqësore, nga Bashkia Dibër na erdhi një shkresë, në të cilën pranohen shkeljet e krejut të njësisë administrative Selisht, duke na vënë në dieni që ai është gjobitur, por me vendim qeverie, në prag të zgjedhjeve, gjobat janë falur. Sidoqoftë, ky sqarim nuk justifikon as pak veprimet e këtij zotërie, i cili vazhdon të shkel ligjin edhe sot tek